Vëllezër të dashur, vazhdojmë fjalët e Allahut subhanahu wa taala drejtuar besimtarëve, drejtuar muslimanëve, apo thirrjet e Allahut subhanahu wa taala për besimtarët. E kësaj radhe inshallah me lejen e Allahut azza do të jemi me një fjalë të Allahut subhanahu wa taala ku Allahu thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim." Që Allah subhanahu wa taala thotë: "O ju të cilët i keni besuar Allahut subhanahu wa taala, mos nxitoni para urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe keni frikë Allahun subhanahu wa taala, sa Allah subhanahu wa taala dëgjon edhe Allahu subhanahu wa taala din." Vëllezër të dashur, Allah subhanahu wa taala në surën Hujurat, është një sure e cila ka zbrit Medinë, është një sure e cila e rregullon njeriu në gjitha aspektet. Është një sure e cilën besimtarët duhet të ndalen, ta lexojnë, të meditojnë rreth asaj, se ajetet e para flasin se si robi besimtari duhet të ketë raportet me Allahun subhanahu wa taala. Po është sure e bukur, është sure e mirë, është sure e cila kujdeset për shoqërinë, për individin, edhe çka ka të bëjë raportet e tij me Allahun, me vetveten, me familjen, me rrethin, me kujshin. Është shumë një sure e bukur dhe e mirë. Mirë, po ne sot inshallah do të ndalemi te ajeti i parë, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "O ju që besuat." E që i bjen vëllezër të dashur, Allah subhanahu wa taala në fillimisht na kujton neve besimtarve dhe thotë se: "O ju të cilët besut në ekzistencën time, o ju që ka besut Allahun, o ju që ka besoni njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, o ju të cilët besoni në përsosmërinë time." Pra, e besojmë që Allah azza wa jalla është i përsost. O ju që besoni në mëshirën e Allahut, urtësinë e Allahut, drejtësinë e Allahut subhanahu wa taala, edhe o ju të cilët besoni në emrat dhe cilësitë e tij të bukura, atëherë përderisa i besoni kështu, përderisa e besoni në këtë formë Allahun subhanahu wa taala, sa Allah azza wa jalla është i dituri, Allah subhanahu wa taala është i drejti, Allah subhanahu wa taala vendimet e tij dhe gjykimet e tij janë të drejta, Allah subhanahu wa taala është i cili nuk ban zullum dhe padrejtësi dhe kështu me radhë, sikur që don Allah azza wa jalla me na thon pasi që është kjo Allahu subhanahu wa taala dhe keni besuar këtij Zotit, atëherë dijeni se këto çdo vendim, çdo urdhër që e bën Allahu subhanahu wa taala, dijeni dhe t'jeni të bindshëm se nuk gjikon Allahu subhanahu wa taala diçka, apo nuk bën ndonjë ligj i cili është i dëmshëm për njerëzit. Për këtë edhe Allah subhanahu wa taala tha: "O ju që besuat." Pra e besuat Allahun subhanahu wa taala, emrat e Allahut, cilësitë e Allahut, mëshirën e Allahut, drejtsinë e Allahut, urtësinë e Allahut, gjykimin e Allahut, atëherë dijeni se pas kësaj na çdo gjykim i cili do të vjen është favor juve. Tha: "Mos nxitoni para urdhëve të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe keni frikë Allahun subhanahu wa taala." Këtu Allah subhanahu wa taala na urdhëron neve besimtarve dhe na mëson dhe na edukon se si duhet jetë raporti jon me Allahun dhe si duhet jetë raporti jon karshi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo karshi urdhëve të Allahut dhe karshi urdhëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe Allahu po na mëson dhe po na thotë që mos u ngutni, mos u nxitoni, po gjithë çfarë vjen prej Allahut pranojeni dhe bëhuni të nështruar ndaj çdo urdhri të Allahut subhanahu wa taala, dhe mos e theni urdhrin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sebepi i zbritjes që këtij ajeti është se kur vjen një fis tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen një fis tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pasi që i këshillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i urdhron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë çfarë i ka urdhëruar Allahu, edhe i thot Ebu Bekri i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: vendose për gjestyrën e mirë të atyve, domethënë të atij fisi filonin. Edhe Ebu Bekri përmend në emër Omerin në emër. Kur e përmend Omeri edhe në emër, Omeri thot: "Iqra ibn Habis ibnaya", që tjetri ka thonë ka Amer ibnaya. Edhe çka u bë vëllezër dashur, Ebu Bekri po i thot Omerit: "Wallahi nuk e përmend këtë emrin e ditë vetëm se që të mazrojsh mua mendimin tem." Edhe të njëjtët fjalë i thot edhe Omeri.
Njëtet Ebu Bekrit, njëtet Omerit, dhe fillon pak ngritën zonët në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sikur dojnë me vendos këto para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allah subhanahu wa taala zbrit këtë ajet i thot: "La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih." Mos nxitoni me pru vendime, mos nxitoni me pru gjykime para urdhrit të Allahut dhe para urdhrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vëllezërit e dashur, mundi me imagjinu se Ebu Bekri kur ka fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ka ngrejë zonin e tij në asnjëherë dhe as që ka dhënë ndonjë mendim para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile thuhet që ka fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu siç fol shoku me shokun e vet kur ja tregon ndonjë sekret. E keni pa shoku me shokun, vllau me vllaun, dikujna kur ti ka dhënë ndonjë sekret se ul zonin, ashtu ka fol Ebu Bekri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse Omeri, pasi që zbritin në këtë jetë, unanimikisht që të gjithë thonë se Omeri radiallahu anhu kur ka fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë që ka pas zonin e urtë që pejgamberi shpeshherë ka thonë: "O Ebu Bekr, o Omer, çfarë thove? O Omer, përsërite. Omer e përsërite." E kjo tregon një sen. Kjo tregon se si kjo gjenerat e parë ju kanë nështru urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Ju kanë nështru urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më njëherë çati për çati janë mundu ta praktikojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ku thot: "La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih." Mos nxitoni të veproni, mos nxitoni para urdhrit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo na mëson një send, se feja vëllezërit e dashur, feja jon është e Allahut subhanahu wa taala. Këtë duhet me ditë gjithë se cili për neve, se feja islame është feja Allahu subhanahu wa taala. Këtu nuk ka dorë askush, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dorë askush, e gjithë feja i takon Allahu subhanahu wa taala. Çdo vendim që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është prej Allahut subhanahu wa taala, dhe çdo sunet që e praktikon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është prej urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër ndoshta, duke pas parasysh se kjo është feja e Allahut subhanahu wa taala, duhet me ditë gjithë secili prej neve se kjo fe nuk pranon dhe nuk i nështrohet modifikimit. Nuk i nështrohet as me zhvillimit. Gjithashtu vëllezër, duhet me ditë se kjo nuk është produkt toksor. Feja Allahut azza wa jall nuk është produkt toksor. E keni pa vëllezër, produkti toksor, shembull, po e marr një vetur të vitit 1915. Nëse e merr një vetur 1915, e studion me 2023-ën, tash sa jemi, ka modifikime, ka zhvillime dhe ka sa është produkt toksor, është produkt njerëzor dhe ka nevojë për modifikim, ka nevojë për zhvillim. Shembull, rrota e cila guma, e cila ka qenë vitin 1915, nuk është e njëjta rrotë me vitin 2023. Motori i cili ka qenë 1915 nuk është i njëjti me 2023. A feja Allah subhanahu wa taala është çajo fe që këtë namaz të cilën e falmi ne, që këtë formë të cilën e krijim ne, e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1440 vjetëve. Që këtë agjërim ne që agjërojmë sot, prej se lind dielli dhe deri gjithsesi prej sabah dhe deri në akşam, që këtë agjërim e ka agjëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Islami nuk është prodhim toksor, po është prodhim i Allahut subhanahu wa taala, është feja Allahut subhanahu wa taala që nuk pranon as zhvillim dhe as nuk pranon modifikim. Edhe i tham këto di fjalë se vëllezër dashur, kohën e sotit sikur se dikush don me na bo pak fejen, me na ndryshu pak fejen, me pretekst modifikim, zhvillim, me ec me kohën. Jo vëllezër të dashur, ne jemi ato të cilët Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Yawma akmaltu lakum dinakum." Sot juve jo kam plotsu fen. Unë sot ja u plotësova fen, u atmamtu alejkum ni'mati, dhe ja u plotësova juve dhuntit e mia, të mirët e mia, u raditu lakum islam e dina. Edhe unë ja u kam plotësua edhe jam i kënaqur me juve me islamin fe. Allah subhanahu wa taala islamin e ka plotësuar në këtë aspektet, në gjitha sferat, në gjitha çështjet e fesë. Domethënë, morën një vet, Allah subhanahu wa taala e ka plotësuar fen në aspektin cilësor. Në aspektin cilësor edhe e ka plotësuar në aspektin numerik. E kur tham Allahu e ka plotësuar jo me akmaltu lakum dinakum, sot ja u kam plotësuar fen, e ka për qëllim në aspekt
cilësor. Nuk ka fe më të mirë se feja Allahut azza wa jall. Nuk ka namaz më të mirë se sa namazin që e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka zeqat më të mirë se sa zeqatin që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ibadet, nuk ka adhurim më të mirë përveç atë të cilën e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ne dojmë ta kryjmë një ibadet në mënyrën më cilësore, atëherë ne duhet ta kryjmë ashtu siç e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dojmë ta kemi namazin ton më cilësor, vëllezër e dashur, duhet ta kryjmë ashtu siç e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra në aspekt cilësor është plotsu, po edhe në aspekt numerik është plotsu feja Allahut azza wa jall. Nuk ka kush më që shton numra, edhe nuk ka kush më që pakson numra. Shembull, Allah subhanahu e ka caktuar që ne mi fal 5 kohë namaz. Edhe askush ftirën e tokës nuk mundet me dal dikush me thonë që ja shtojmë edhe një numër i bëjmë 6, se në aspekt numerik është plotsuar. Agjërimi është ose 29 ditë ose 30 ditë. Nuk ka kush që mundet me dal, agjërimi është 15 ditë. Se Allah ka thonë jo me akmeltu lekum dinakum. E kam plotsuar në këtë fe. Pra vëllezër dashur, duhet ta dimë se Islami është fe e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është produkt toksor e cila ka nevojë për zhvillime, e cila ka nevojë për modifikime. Jo vëllezër, Islami është ai Islami i cili ka qenë para 1400 vjetëve, ku Allahu ajetin e fundit që e ka zbrit në librin e vet, apo është për ajeteve të fundit dhe ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Arafat, se një jahudi po mburret para Omerit dhe edhe i thot Omerit: Omer, juve muslimanëve ku ka zbrit një ajet, me na pas zbrit neve jahudive, ne çat ditë kishmi marr fest, ne kishmi kremtue, ne kishmi festu se çaç ajet madhështor dhe kuptim plot ka. Omeri tha: cili ajet është? Tha: jo me akmeltu lekum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sot unë jo plotsova fen dhe jo plotsova dhuntit, wa raditu lekum al-islam dina, edhe me juve jam I kënaqur ta keni Islamin fe. Omeri radiallahu anhu tha: wallahi unë di ku ka zbrit ditën çka ka zbrit. Tha: kur ka zbrit? Tha: I ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ajet I ka zbrit në Arafat, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe po I kallzon Omeri çfarë forme ka qenë pejgamberi, si ka qenë ul, edhe si e ka thonë. Për këtë vëllezër dashur, ne gjithsesi prej neve duhet me kuptu se feja nuk I nështrohet asnjë farë, do me thonë asnjë farë modifikimit që neve na duket më mirë. Andaj sikur që donë Allah subhanahu me na mësu këtu që o ju musliman, të cilët e besu të Allahut se është I mëshirshëm, Allah azza wa jalla është bujari, Allah azza wa jalla është gjikusi, Allah azza wa jalla është I drejti, Allah azza wa jalla është I urti, Allah azza wa jalla është I dishmi. Vëllezër të dashur, kanë thonë dietar, Allah azza wa jalla kur thotë që është I dishmi, do të thonë dituria e Allahut nuk ka fund. Allah është I urti, do të thonë çdo gjykim e vënon vendin e vet, edhe urtësia e tij nuk ka kufi. Allah azza wa jalla është I drejti, Allah azza wa jalla do të thonë çdo gjykim është I drejtë. Allah është I mëshirshëm. Allahu çdo gjykim e ka pas parasysh mëshirën e vet mbi ta. Ka thonë vëllezër të dashur, nëse me një gjykim është dituria, është urtësia, është drejtësia dhe është mëshira, me domos, patjetër ati është sekreti lumturisë, edhe ati është gjithçka çfarë ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. Për këtë ne kemi për obligim që mos mi I dhon përparësi vetveteve tona para fjalëve të Allahut dhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari është thjesht rob I Allahut subhanahu wa taala. Çfarë thot Allahu e pranon me zemërgjënsi, e pranon, domethënë e pranon me këtë mënyrat edhe format që na ka urdhëruar Allahu azza wa jall. Andaj çdo gjykim, çdo fjalë që na vjen pi Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne duhet ta pranojmë dhe në asnjë mënyrë zguzojna me refuzu, se përndryshe ajeti I ditë njëtë fol me njëtën e tematik, mirë po në fund e përfundon Allahu azza wa jall: kujdes mos t'ja prish Allahu punë. E yahbita a'malakum. Allahu t'ja prishë punë. Për këtë lutem Allahun azza wa jall që të na bën për atyre të cilët ndëgjojnë Allahun dhe ndëgjojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe të bëmë se Abu Bekri dhe Omeri më një herë sa ka zbrit ajeti ju kanë nështruar. Edhe ka shumë raste në historinë islame se si musliman kur ka zbrit një ajet e kanë
e kanë pranuar dhe e kanë dorëzuar çështjen tek Allahu subhanahu wa taala dhe nuk janë bë filozofa dhe nuk janë bë krye lart dhe as nuk janë bë krye neç ndaj urdhëve të Allahut azza wa jall, si për shembull nëse i thu sot dikujt na jepet 2.5% zakatin, ai fillon çirom, a nuk ban kështu, apo ato filozofët tjerë të cilët thonë mi mbledh parët e haxhit e me ndreç në shkolla s'është më mirë, jo vëllezër të dashur, feja jon është fe e cila e ka zbrit Allahu, është pronë e Allahut subhanahu wa taala, Allahu gjikon, Allahu vendos dhe jona është me ju nështru Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo fe e gjitha i takon Allahu subhanahu wa taala dhe kjo fe nuk pranon në asnjë mënyrë, nuk pranon modifikim, nuk e pranon asgjë e cila është kundërshtim me fenë Allahut subhanahu wa taala, për këtë lutni Allahun azza wa jall dhe ta kuptojmë se kjo fe nuk është as kulturë, nuk është kulturë, nuk është trashëgimi, nuk është diçka e cila duhet me bë pse kanë bë tjetër, jo, ne e bëjmë se ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam